Po hamdi është formë e adhurimit që bëhet gojarisht, duke i treguar Allahut lëvdat dhe mirënjohje për faktin që ai të begaton vazhdimisht me maksimumin e dashurisë. Që unë o Allah të madhroj dhe të lëvdoj për çdo të mirë që ma jep ti me maksimumin e dashurisë. Pse? Sepse ju përmendet hadithin në të cilin thot, ka thonë pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam, ka thonë Allahu xhalla wa ala, ja ibadi, o robët e mi, të gjithë ju jeni të çfarë? Të devijuar përpos atij të cilin unë e udhëzoj. Të gjithë janë të uritur përpos atij të cilin unë e ushqej. Të gjithë janë pa tesha, të zhveshur përpos atij të cilin unë e veshi dhe jap tesha. Të gjithë ne nuk kemi asgjë pa Allahun. Për këtë shkak pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam ju thurte sahabeve disa vargje gjatë ndërtimit të xhamisë së tij në ditët e para të ardhjes në Medinë dhe thoshte leula Allahu mehtedina wala sumna wala sallejna. Mos ishte Allahu si ishim udhëzu, as ishim falë, as kishim agjeru. Mos ishte Allahu ne ti s'kishim qenë këtu. Mos ishte Allahu asnjëni prej nesh s'kish thënë la ilaha illallah. Për këtë shka kur themi elhamdulillahi rabbil alamin, i themi o Allah, po ne tregojmë mirënjohjen tonë ndaj teje se ti na i ke dhënë këto gjëra pa më i meritune.